Patjetër, ishte ndeshja e parë, unë mendoj që është ndeshja e parë që ne luajmë pa publik, ka ndjesi jo normale normalisht, por ne duhet mësohemi me këtë fakt. Ishte një ndeshje që besoj që nuk e merituam ta humbim me mënyrën se si u zhvillua ndeshja. Ishte një ndeshje e gabimeve, ku nga di gabimet tona, domethënë Struga shfrytëzoi gabimet tona, kurse ne nuk arritëm maksimum të shfrytëzojmë gabimet e tyre dhe dhuratat që na dhanë në momentet veçanta ato. Por është një ndeshje që besoj që ekipi që do kualifikohet do vendoset ndeshjen e kthimit. Realisht befasove me formacionin startues, disa lojtarë titullar që u lanë në bankinë, përfshi Besar Ibrahimin që nuk u përfshi fare, dhe dha rezultat 1-0. Të ndjen keqardhë që më pas ekipi nuk arriti të mbajë atë rendimentin dhe ishte qëllimi i ndryshimeve për të pushuar skuadrën. Patjetër, edhe plus kemi edhe futbollistë dëmtuar, ka futbollistë të cilët janë pezulluar nga kartonat, kemi futbollistë të cilët sipas matcheve që bëhen nga përgatitësi atletik janë rrezik për dëmtime dhe ne nuk e kemi luksin tani për të humbim shumë lojtarë për një ndeshje, pavarësisht se ne duhet ta respektojmë edhe kupën, por gjithmonë kemi thënë që targeti i parë i ekipit këtë vit është kampionati dhe shpresoj që ditën e diell atje të kthehemi dhe të vazhdojmë serinë e rezultateve pozitive. 1-2 përpara ndeshjes së kthimit me Strugën, vazhdojmë qëndrojmë pavarësisht që targeti i parë thoni është kampionati, vazhdojmë mbetemi te kupa. Shkon Shkëndija në ndeshjen e kthimit për të përmbysur këtë edhe pse duket si një malore që duhet ka përcyer? Patjetër, ne do provojmë gjithçka për gjithçka, ne në atë ndeshje s'kemi çka të humbim, presioni psikologjik do jetë ekipi vendas dhe ne do provojmë kualifikimin për finalen normalisht.